Mjafton një qep në ditë dhe I thoni lam të mirë sëmundjeve të kockave, ja si ta përdorni. Qepët janë një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi I saj daton plot 3500 vite më parë. Qepët janë në të mira kundër problemeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e malit që cilësohen si super ushqime për njeriun, qepa renditen ndër ushqimet më superiore dhe më të rëndësishme për nga vlerat që ofron për shëndetin. Qepa ka aftësi të mira parandaluese dhe është e dobishme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në lehtësimin e një sër komplikacionesh, siç janë ato kronike, siç janë koronaret, diabeti tipi 2 e të tjera. Ajo është e rëndësishme edhe kundër problemeve të shkaktuara nga ushqimi dhe nga mikrobet. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera dhe t'jap gjithashtu rezultate konkrete pozitive në vlerat e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ajo ul kolesterolin e keq, forcon enët e gjakut, I mban ato me elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa është një perime shumë e mirë edhe në luftën kundër problemeve të diabetit. Për fatin ton të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në trup, duke u bërë kështu aleate e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo do ju vi në ndihmë nëse konsumohet të paktën një qep në ditë. Fale qepës zbehet gjithashtu dëmi I yndyrnave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe do të përmirësoni gjithashtu peshën tuaj trupore. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njerëzit duhet të konsumojnë me patjetër një qep në ditë. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime me peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën. Konsumi I saj padyshim është një nga dhuratat më të mira që mund t'i ofroni organizmit tuaj në betejën kundër komplikacioneve ditore. Qepët janë të mira për organizmin dhe ekspertët rekomandojnë përse duhet I konsumoni ato çdo ditë në dietën tuaj. Nëse edhe ju për qepa është ndër perimet më të preferuar ose jo, në këtë video do të gjeni informacionet e nevojshme përse është e rëndësishme të konsumoni qep në dietën tuaj dhe përfitimet që do të marrë organizmi juaj nga konsumi I saj në mënyrë të rregullt. Qepët e freskëta dhe të papërpunuara, të coptuara dhe të grimcuara kanë efekte të mira në shëndetin e njeriut. Nëse nuk mund të duroni dot erën e saj, mund të zieni qepën dhe ta përdorni në kombinim me karrotën për të dhënë një shije më të mirë dhe për të marrë gjithashtu përfitimet e nevojshme dhe të vlefshme në dobi të shëndetit të njeriut. Ekspertët rekomandojnë konsumin e qepës, kjo për shkak të ndikimeve pozitive që ka ajo në organizëm dhe në parandalimin e komplikacioneve. Shtojini qepët në dietat tuaja dhe efektet e tyre në shëndet do të jenë vërtet të mira. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet, ajo që ju bën të sëmureni më shpesh, por jo gjithmonë bakteriet janë të këqija. Qepët përmbajnë fibra probiotike, bakterie të mira të cilat jetojnë në zorrën tuaja. Ato madje mund të ofrojnë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të substancave që stimulojnë benefitet e rritjes së florës bakteriale të organizmit. Këto bakterie shtypin bakteriet e këqija që dëmtojnë shëndetin e zorrëve dhe I sigurojnë organizmit një mbrojtje më të mirë dhe më efektive në aktivitetet e tij ditore. Shtimi I qepëve në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një mbrojtje të mirë të shëndetit të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepëve në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi I rregullt I qepës do të zvogëlojë piksin e gjakut. Përveç kësaj, padyshim nuk ka kolesterol te qepa, të cilat mund të shtojnë edhe problemet në shëndet. Pra është shumë më mirë të shtoni qepët në ushqimet tuaja sesa të shtoni kripën për shembull. Kripa është e dëmshme në presionin tuaj të gjakut dhe mund të ndikojë negativisht, ndërsa qepa sigurisht që do të sjellë përfitime të shumëpritura në vlerat e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi I qepëve në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë gjithashtu edhe nivelet e sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se nivelet e sheqerit në trup ulën ndjeshëm me konsumin e qepëve.
Shkencëtarët mendojnë se zgjufuri bën të mundur prodhimin e insulinës, gjë që ul nivelin e sheqerit dhe studimet rekomandojnë qepët e freskëta si një ndihmë fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Qepët janë të mira edhe në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira. Shkencëtarët kanë hulumtuar efektin e qepës së kuqe në qelizat dhe radikalet e lira. Ata pretendojnë se ato mund të vrasin qelizat e këqija për shkak të aftësive të quercetinës dhe antiocianinës që ato përmbajnë. Dhe nëse do të ishte më mirë, qepët e freskëta duhet të jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Ndikimi i tyre pozitiv në shëndet do të jetë i menjëhershëm dhe do të parandalojë edhe komplikacionet e tyre. Shtimi i qepës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët i konsumojnë qepët me idenë se ato janë një përzgjedhje fantastike ushqyese me ndikim të lartë të shëndetësor, dhe kjo është totalisht e vërtetë. Shtimi i qepëve të freskëta në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe lehtësim kundër komplikacioneve të tij. Kur konsumoni ushqime të shpejta, gjithmonë i thoni jo qepës, por duhet të ndryshohet ky ritual, pasi qepa do të ndikojë gjithashtu edhe në rritjen e rezistencës së trupit. Qepa do të normalizojë tensionin tuaj të gjakut. Specialistët pohojnë se qepa gjithashtu forcon zemrën, hap oreksin dhe ul edhe problemet e shëndetit të dobët. Qepa është e dobishme edhe për persona të cilët do vuajnë nga problemet e anemisë. Ajo gjithashtu mund të ngordë parazitët dhe të ndihmojë zorrën të jetë më e shëndetshme, më e fortë dhe të mos vuajë nga komplikacionet e tilla. Qepa mund të parandalojë gjithashtu edhe problemet e prostatës, të ndalojë kollën dhe të pastrojë edhe bronket. Është shumë rezistente ndaj problemeve të astmës dhe mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në trup. Sigurohuni që të përfshini qepët e freskëta në vaktet tuaja ditore. Ndikimet që ato kanë në shëndet do t'i luajnë edhe rolet pozitive në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se qepët e freskëta janë një përzgjedhje fantastike që mund të konsumohen në dietat tuaja ditore në mënyrë të vazhdueshme. Recetat me përfshirjen e qepës japin rezultate të mira në lehtësimin e inflamacioneve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vetit e qepës, sigurohuni që t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja ditore. Kështu, efektet e tyre në shëndetin tuaj do t'jenë më të fuqishme, më të plota dhe do të parandaloni gjithashtu edhe inflamacionet. Qepët e freskëta dhe të papërpunuara, të coptëzuara ose të grimcuara kanë efekte të mira në shëndetin e njeriut. Nëse nuk mund ta duroni dot erën e saj, mund ta zjeni qepën ose ta gatuani dhe ta përdorni atë sipas nevojave tuaja specifike. Edhe pse qepa ndonjëherë quhet trëndafili kundërmues, në fakt mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë kundër insekteve dhe thjesht mund të përdoret edhe kundër mushkonjave. Era e keqe pas konsumit të qepës mund të largohet nëse përdorni lëngun e limonit ose nëse hani disa feta limoni, dhe rezultatet që do të keni në këto situata do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ekspertët shtojnë se qepët e freskëta të shtuara vazhdimisht në vaktet tuaja ditore do të përkthehen në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për arsye nga më të ndryshmet, qepa duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet të rëndësishme. Kërkime shkencore tregojnë se qepët japin gjithashtu avantazhe të mëdha për shëndetin e njeriut dhe mund të ndihmojnë edhe në parandalimin e disa inflamacioneve. Qepa është nga ato perime me vlera të larta ushqyese që përmban gjithashtu pak kalori, por shumë vitamina dhe minerale dhe antioksidantë të rëndësishëm, të cilët do të luajnë një rol fantastik ushqyes në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të shndrohet në një mburojtje të vërtetë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Konsumoni qepët e freskëta në vaktet tuaja dhe mbrojtja e shëndetit do të jetë gjithashtu më e madhe. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.